E të dashur miq, rikëthujem sërish për të prezentuar mysafirin e ditës së sotshme. Sot në studio kemi një emër të njohur të teatrit dhe kulturës shqiptare në luginën e Preshevës. Është Afeida Boriqi, është regjisore, moderatore, organizatore e dhjetra aktiviteteve kulturore dhe një zë i rëndësishëm në promovimin e artit tek të rinjt. E këtu në studio për biseduar për shumë çka, mirë se erdhe Afeida. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të të kemi nga Presheva të vish në studion e emisionit tonë, është me vërtet kënaqësi e madhe për mua. Edhe për mua gjithashtu, është hera e parë që jam në një studio televizive në Maqedoni. Kemi pas kështu intervista sa i përket me video edhe në për festivale, po në studio është hera e parë. Dhe sa kënaqësi për mua që për herë të parë të vish në dhe ta mbash mend gjatë gjithë jetës. Gjithë jetës, po. Në studio, emisioni yt në studio në Maqedoninë e Veriut. Dua të di, me qenë se jemi për herë të parë dhe je për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, atëherë të njohim pak më tepër edhe i gjithë publiku jonë. Si lindi pasioni juaj për regjinë teatrale? Mund të them që është ndoshta pak edhe trashëgimi, për shkak që babi jam është marrë me kulturën e Preshevës një 40 vite rresht, po duhet të i kalu babin, ka marrë pjesë në përshfaqje dhe gjyshi, dojt, tezët, mami. Kështu që në familjen tonë gjithmonë është folë për artë, për kulturë, edhe prej vitit 93, dikur kur kam qenë unë shumë e vogël në fillore, fillova të marrë pjesë në teatrin e të rinjve dhe të fëmijëve në Preshev, gjithmonë teatr amator, që udhëheqte babi. Pastaj deri në 99-ën kështu me shfaqje të fëmijëve, të rriturve në për festivalet ndryshme, edhe mendoja që me regji do të arrija më shumë. E doja aktrimin, më thonin gjithë që ki talent, shkon aktore, po në doja që t'isha më mirë regjisore. Regjisore, por më trego se pse zgjatët të studionit në Prishtinë? Unë jam studente me njerë mbas luftës, studente vitit 99. Kur ishte afati më regjistru në Tiranë, Presheva dihet që, do të thonë, kanë qenë situatat asisoje që nuk arrita ta marrë diplomën e shkollës mecme, edhe pastaj pse jo tham ta provojnë Prishtinë. Kam qenë me fat sepse i kam pas profesor të shumë të mirë, edhe ajo kohë e kemi mësu 3 regjit edhe televizionit, edhe të filmit, edhe teatrit. Në vitin e 3 pastaj kalova në teatr. Okej. Më trego si e kujtoni periudhën e studimeve në Fakultetin e Arteve? E mirë, shumë e mirë. Diçka që nuk përsëritet në jetë, një fazë e lezetshme, larg familjes, sepse normalisht kur rritesh në një vend si Presheva, i ke gjithë aty afër, edhe shkollën, edhe familjarët. Pastaj kur shkova në Prishtinë, jo shumë larg, po domethënë ka qenë një fazë e mirë e jetës që formohesh shumë. Fillon të jetosh vetë, je zoja vetës, e organizon ditën, se nuk e ki mamin edhe babin me tregu për shembull bëje këto, se i ki gati këto. Duhesh me mendu për gjithë çka, rreth jetës, po edhe studimet. Jam rritë shumë, po me këshilla, do me thonë që mi kanë thonë prindërit, ja kum kalu shumë mirë. Shumë mirë. A ka ndikuar puna në media në formimin tuaj si regjisore? Them drejtën, kur jam regjistru në Fakultetin e Regjisë Presheva, do më thonë ka pas vetëm një shtëpi kulturës, edhe një teatr, në atë kohë që janë marrë kryesisht njerëz që e kanë dashur artin, jo profesionist. Kanë qenë profesora, mësuesa, ekonomista, po që na ka bashku teatri. Babi gjithmonë ka bërë regjit, dhe pastaj kur shkova regji, Presheva s'ka pas as televizion. Nuk e mbaj mend që ndoshta ka pas radio, po më pëlqente do me thonë të organizoja punën, se regjizori është një farë dirigjenti
i një filharmonijës që përmbledh komplet punën, është e njëjtë si në teatr, si në televizion. Sa kam qenë studente, pastaj fillova me punu në televizion, edhe më pëlqeu shumë. Më duket shumë një punë e pastërt, shumë punë e mirë. Nëse e përzgjathnit? Nuk e di se krahas punës si regjizore ose realizatore në televizion, regjizore në teatr, edhe regjizore dublimeve, se dhe atë punë e kam bë. Në Tiranë kom qenë shumë vjetë si regjizore dublimeve, më pëlqejnë të trijat, shumë e mirë, po teatri e ka atë magjinë e vetë. Kisha pasur qef me ditë se cila ka qenë sfida më e madhe në shfaqjen tënde të parë? Shfaqja ime e parë është... Të ktheva shumë brapa. Shumë brapa. Do ta merrja shfaqjen time të parë, shfaqjen e diplomës. Kam punu në teatrin e babës të profesorit Enver Petrovci. Kam pas 3 aktorë të mrekullueshëm. Edhe tërkohën kemi bajt prova, e kisha një farë friket në brendshme që unë nuk di. Si ishte e diplomës, hera parë. Nuk e di si do t'ja dalë, nuk e di se ata ishin, do me thonë, edhe aktor pak ma të vjetër, se unë me përvoja, ndoshta dhe jo shumë ma të vjetër, po me përvoj ma të madhe. Sepse ne sa kemi qenë studenta, nuk na kanë lënë fort me marë aktor, do me thonë, gjeneratave ma të rritura, sepse profesorat mendonin që na i prishme. Studentat e aktrimit nuk dim na me bo regji se ishin të mësu. Po normalisht është shumë e mirë me pas një bashkëpunim. Studentat e regjisë, studentat e aktrimit. Edhe doli shfaqja shumë e mirë. Doli ka qenë shfaqja e pare, jemja Riverside Drive, udhëtimi anës lumit Woody Allenit, një tekst fantastik, edhe fatmirësisht me atë shfaqje, mora pjesë edhe në festivalin e eksperimental të Kajrës. Ku në atë vit, do me thonë, kanë qenë diku 94 pjesëmarrës, 94 shtete. Ne nuk kemi qenë garë, sepse Kosova akoma nuk ishte shtet, po që ka qenë eksperiencë mrekullueshme. Shumë e mirë. Do me thonë, e mban mend shumë mirë. Ka qenë një nismë e mbarë për karierën. Për karierën tënde. Cilin nga projektet tuaja në teatr ju ka lënë më shumë gjurmë? Si cila shfaqje e ka një jetë vetën, një histori, ngelët ajo, pavarësisht a jepet 3-4 herë reprizë, apo merr pjesë në për 7-8 festivale, apo merr çmime ajo shfaqje, mbahet mend nga publiku gjithmonë, për shembull Misteri, Trimendje në Ankant, ose ngelet në kujtesë loja aktorëve, ose kostumet, ose ndonjë batut, ose ndonjë personazh. Po unë personalisht do ta veçoja Vdekja dhe Virgjëresha, një dramë, një konflikt i brendshëm, një dramë psikologjike, që merre, do me thonë, temë ka qenë dhunimi. Se jo vetëm i grave, po në përgjithësi, do me thonë, sistemin atëherë, ka qenë dhunimi i njerëzimit. Jo nga ushtria, apo dikush tjetër, po nga vetë shteti, nga vetë sistemi i shtetit. Edhe ajo drama që e ku vu në skenë është luajtur nga 3 aktorë të Preshevës dhe ka qenë në Kamertale. E kemi pas publikun afër, sepse Presheva dihet e ka një sallë të shtëpisë kulturës. Ne nuk kemi teatr të vogël me 200-300 vende ulse dhe me pas një akustik të mirë. Po shtëpia e kulturës Preshevë është sallë universale, sepse është ndërtuar në 1979. Dhe mendoja që ajo shfaqje me atë temë, me atë, do me thonë, atë dhimbje shpirtërore të personazhve, nëse e vën skenën e madhe, kish me m'humb. Edhe atëherë vendosëm me bot vogël. Sa herë kemi dhonë, publiku ka dalë të qajtë, aktorët shash me rëndësi
Semra e kupton, kur është një shfaqje e mirë, aktorët vinë prova dhe luajnë reprizat me qef. Do me thonë, nuk është se krejt shfaqjet e mia janë superlative, janë të mira. Po këto, do me thonë, kur i thonë kemi prova, reprizën, do me thonë, nuk hezitojnë. Asnjëherë nuk kanë thonë, ajde bese u bë kjo shfaqja, edhe Vdekja Virgjëresha ka qenë një shfaqje shumë e mirë, shumë e fortë emocionalisht. Dhe me atë shfaqje kemi marrë pjesë në bursa, e kemi përfaqësuar Serbinë. Ka qenë një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë, edhe pse, do me thonë, qyteti Bursas është shumë një përqindje e madhe e shqiptarëve, që kanë shku nga trojet shqipfolse, e kuptuan shfaqjen, do me thonë, pavarësisht gjuhës, ishte me titra nalt, po aty e kum pa herën e parë një shfaqje me titra. Do me thonë, ja hub komplet konceptin se nuk je as me lexu titrat, as me ndjek shfaqjen. Publiku e kapi shumë mirë. Unë kisha pas qef shumë me pas atë shfaqje akoma repertor. A e mendoni? Uroj që ta rikthejmë përsëri. Atër shpresojmë që ta shohim edhe ne, për nga afër atë shfaqje që s'kemi arrit ta shohim. Dhe shumë kënaqësi. Më trego se si e bëni për zgjedhjen e veprave që doni t'i vini në skenë? Këtu është një sfidë tjetër, sa i përket teatrit Preshevës. Unë shumë pak herë kum pas mundësinë me punush vepra që mu më pëlqejnë, ose në shumë vetën që kishim mujt me bo diçka të mrekullueshme, për shkak që teatri jonë ka shumë pak aktorë të punësum. Për momentin i kom vetëm 4, një ka shku jashtë, një vajzë vetëm, Egzona është aktore, edhe kjo më pengon shumë. Ndoshta kom shumë vepra të autorëve të ndryshëm, edhe shqiptarë që më pëlqejnë, po nuk ka mundësi, për momentin nuk kemi mundësi, sa i përket buxhetit të kulturës në Preshev. Sepse për ta vënë një shfaqje me më shumë aktorë, ne duhet të marrim aktorë për shembull nga Shkupi, nga Kumanova, ose nga Gjilani, Prishtina, edhe gjeografikisht Presheva është në një trekëndsh që është e rrethuar me kufi. Edhe është pak problem kjo gjë. Unë shpresoj që në të ardhmen të kemi më shumë buxhet si teatër, të kemi mundësi të marrim edhe aktorë nga jashtë, siç luajnë aktorët tanë nëpër teatrot ndryshme, po edhe të kemi aktorë të ri të Preshevës, të shkojnë të studiojnë artën, të studiojnë aktrimin, çka do koftë. Pse mendoni që nuk ka shumë aktorë në Preshev? Pse nuk përzgjedhin këtë drejtim? Nuk e di. Shkaku që nuk ka perspektiva, po nuk shohin në fakt? Ndoshta, e thash unë, po fati im ndoshta që unë jam lind në një familje artistësh edhe familjen tonë u fol gjithmonë vetëm për art. Dhe jam vetëm unë si regjizore, edhe është Egzona që sa vjeç është e diplomuar. Unë nuk kam dëgjuar që dikush tjetër ka shku për aktrem. Ka qenë një vajzë e re, shumë e talentuar, mirë po është çështja dhe kuotave. Do të thonë, çështja politike në Preshev duhet të rregullohet brenda shteteve, sepse për të regjistruar duhet të ketë kuota. Një student i Preshevës me dokumente Serbisë nuk mujtet me shku më regjistru kudo vetaj në Kosovë. Mujtet me ardhë Maqedoni, në Tiranë, po në Kosovë mos flas kështu me hamendje, po na këtë problem e kemi has. Është dashur Këshilli Nacional me vu kuotat për studentët, fakultet të artit, në ekonomi, juridik, të gjëra, dhe ajo vajza mu ka ngel peng se nuk ka mujt më regjistru. Ka qenë shumë e mirë. Po shpresojmë që të ardhmen të rregullohet. Po, nuk i dihet. Nuk i dihet. Më tregot që është bashkëpunimi yt më i veçantë që ke pasur me aktorët deri më tani? Do ta veçoja edhe bashkëpunimin që kum pas me teatrin e Kumanovës. Fatkeqësisht ka qenë periudha shumë e keqe, periudha e pandemisë, kur unë kam marrë pjesë në shfaqjen në Kumanov.
Po ka qenë një tekst shumë i mirë, Burri me 2 gra, Re i Kunit, një staf shumë i mrekullueshëm i aktorëve, ka dalë një shfaqje shumë e lezetshme, po jetë shkurt. E pat vetëm premierën, edhe ato me një numër shumë të limituar të publikut, edhe nuk u dha më sepse u mbyllën edhe kufit, edhe çdo gjë normale. Ajo më ka ngel peng, po ka qenë diçka shumë e lezetshme. Ndërsa me aktorët tanë, unë mendoj që profesionalisht jemi rrit bashk. Jam unë edhe ata 4 edhe do të thonë çdo gjë. Tu e punu bashk. Më trego se çfarë rëndësie ka për ju puna me të rinjt në shkolla? Shumë e mirë, shumë e lezetshme, shumë, do me thënë se shumë e lodhshme gjithashtu. Të njëjtën kohë, ka pas rast para 3 vjetëve, më duket, e kom punu një shfaqje për fëmijë në teatrin e Preshevës me profesionist, edhe një shfaqje tjetër për fëmijë në Bujanoc, me nxënësat e shkollës mesme. Fillimisht shkojsha prej në shtëpi në Bujanoc, mi kry provat për shkak të orarit nxënësave, pastaj u kthesha. U lodhsha shumë si që kesh të bërtit se shumë të ri. Nuk e di këto gjeneratat e sotit, ose na ndoshta kemi kalu shumë vjetë, ose këta nuk e di, që ta është jena një farë konflikti gjeneratash që s'po kuptomi. Është pak edhe zhvillimi teknologjisë, ndoshta ajo po ndikon edhe më tepër. Shumë, ajo shumë, po më duhet që përpos asajnë edhe shkollat edhe prindërit edhe duhet shumë më marë me fëmijët, me respekti, mos me hup respekti, mos me hup kultura, mos me hup ndjeshmëria. Edhe punojsha me ata trit, shumë lezetshme, dul shfaqja shumë e mrekullueshme dhe i thësha, dëgjani. U qasha të bërtit, e thësha, a e kuptoni që unë qëtash për juve, shkoj me një teatr tjetër profesionist, që ata janë, do të thonë, aktor me shkollë, janë baballar, janë vjetër, mosh me mu, edhe ata dëgjojnë. Ata ullën edhe më dëgjojnë se unë jam regjisorja dhe punojmë bashkë. Do me thonë, ka qenë një shkollë edhe për ata dhe për mu. Qëtash, do me thonë, tjetër koncept kom, se mendojsha që është e letë me punu me fëmijë. Ndoshta është ma e letë me punu me këto shkollë, do me thonë, cikli ma i ullët, se gjimnazi është merë, po ja bën halal, çdo gjë harrohet kur del premiera e mrekullueshme, kur e shef gëzimin e atyre fëmijëve në sy, kur e shef se e kuptojnë që janë bë pak të famshëm, se tash po i njohin publika, pastaj gjithë fëmijët dalin edhe fotografohen me ata. Është shumë e mirë, po është e lodhshme. Po më trego se si reagojnë fëmijët e të rinj të ndaj teatrit sot? Kur ishin të Bujanoci, është pak ma ndryshe atje, sepse kohëve të fundit ka fillu mu përgatit shfaqje dhe programe artistike atje, ndërsa Presheva, do me thonë, arti, kultura, skenike në Preshevë është që prej 1941-shit. Në falë, 45, në bas luftës 2 botërore. Edhe mendoj që Presheva e ka një, tashmë kemi arrit, do me thonë, e ka një publik të kulturuar, që kemi investu me vite. Kemi themë, unë tani se kanë investu dhe njerëzit që kanë punu shumë për para mu, i thojnë 80 vjetë, janë të interesuar shumë, fatkeqësisht nuk ka shumë projekte kulturore, sa do doja të kishte, duhet këtë shfaqje për fëmijë me domos, sepse është kënaqësi kur punon për ta edhe kur të mbushet salla, gumëzhon publiku. Pastaj e shoh që edhe nënat, do me thonë, ndalin rrugë kur do të ketë shfaqje për fëmijë, a do të mbani kurse të aktrimi, do me thonë, janë të interesuar, janë kureshtar. Po, mendoj që ka ndiku edhe festivali Ditët e Komedisë Shqiptare në Preshev, që është prej 94-tës. Edhe e kemi mbajt gjallë një festival ka që gjatë, duke pas parasysh shumë, do thonë, mungesa që s'kemi mujt me arrit me i bo,
Dhe publiku është i mirë, shumë i mirë, deri tani ka qenë shumë i mirë, por tash kohëve të fundit vërehet mungesa për shkak të që dalin jashtë shumë. Mendoj që Gjermania na ka marrë shumë. Po thoni që publik ka, nënat janë të interesuar, po më tregoni se a shihni potencial për aktor të rinë në Preshев e Bujanoc? Po, janë shumë të mirë. Shqiptarët janë talenta. Ka shumë. Nganjëherë kam frikë kur një vajzë që merreshte me teatrin e trive, më pyeti, tha, i kam 2 dëshira. Se ishte edhe shkollë të mesme të mjekësisë. Tha, unë dua, 2 kam, nuk po di cilën me zgjedh. Ta shkoj në mjekësi, atë shkoj në aktrem. Dhe me thonë, aty ka qenë një moment që unë për veti s'kom guxu mi dhonë përgjigje. Dhe i thash, ke fol me prindërit? Tha, po. Tha, kom fol me babin. Edhe shka ta babi tha shko mjekësi. Isha na zdisha mi thonë dëgjoj e babin a dëgjoj vetën. A dëgjoj vetën, po. Nganjëherë është mirë me ndëgju vetën. Në qoftë se ki talent, në qoftë se e do një punë. Thash, kur kom shku në regji, nuk kemi pas as teatr, s'ka pas as televizion, edhe ndoshta dhe prindërit e mi gjithmonë më ka thonën shko, ku ki qef, po shko në vend madh, dikun ku ka perspektive kejt. Mu fati më solli edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, edhe më ktheu prapë në Preshev. Nga njëherë unë me aktorët e mi e themi, ky profesioni jonë është edhe një mision. Më shumë se profesion. Se Definitivisht. Ne, edhe na 4-5 që jemi aty të largohemi, pastaj e kemi një profesion, një mision që i ushqem shpirtërisht atë popull që ka ngel aty. Definitivist. Të flasim pak për aktivitetet kulturore dhe festivalet. Sa është të vështirë që në Preshev të realizohen festivale? E vështirë është, vetë festivali i teatrove është i vështirë. Sepse në qoftë se ke një festival të filmit, do t'i mbledhsh, do me thonë, komplet materialin edhe pastaj jenë rregull. Ndërsa festivali i teatrove është festivali gjallë. Edhe deri momentin që vjen trupa Preshev, qoftë nga Fieri, qoftë nga Korça, Shkodra, Tirana, Tetova, Gostivari, të gjitha trojet shqiptare kanë ardhur. Prizreni, Mitrovica, Prishtina, deri sa të vinë ata që zbarkohen edhe i shohmi që janë teatr, atëherë atome. Se është e vështirë. Nuk e ndodhë, është e gjallë, ka mundësi që ta kthejnë kufi pa dokument, ka pas shumë raste. Me vite tëra ne kemi shku me listë, deri në kufi i kemi marrë. Ka pas raste që shumë edicione kanë shku ka dhe Ujbardh, ka Bujanoci nuk i kalon ka Presheva. Ka raste që vinë trupat e Shqipërisë, hynë nga Kosova, e pastaj i kthejnë të na si duhen me hynë nga Macedonia Veriut, dhe me tonën. Shumë probleme administrative dhe problemet kota që nuk duhet mu marrë me ato punë. Po ja që ndodhin, se është festival. E bojmë me knatësi, për shkak të popullin, për shkak të publikut, sepse një javë Presheva është fest. Ato shfaqe që ata nuk munden me shku mi pa, teatr Prishtinës, teatr të Tetovës, Tiranës, ne, misioni jonë është mi përua të shfaqe edhe mja shpalos para publikut Preshevës. E presin me knaqësi, vinë me shumë kureshtje, me shumë dashamirësi, fatmirësisht ose fatkeqësisht festivali Preshevës është komedis. Për neve si organizator është të tmerrshme, sepse jo çdo teatr bën komedi, organizon shfaqje komike, po për publikun është shumë e mirë se ardhur, sepse të gjitha këto problemet jetësore që i kemi vinë një javë dhe kënaqem. Po e mbajmë gjallë me shumë fanatizëm. Ka fillu në 94-ën, kur ka qenë koha ma e vështirë për të organizuar një festival. Të gjithë, do me thonë, profesorat e Prishtinës, bashkë me babin tem edhe me njerëz të kulturës atë në Preshev,
e kanë botë të mundshme të realizojnë atë festival, edhe na me shumë kënaqësi edhe me shumë fanatizëm do ta bëjmë gjatë. Më tregoj se çfarë bën të veçantë Gëzimi Ynë për ju? Gëzimi Ynë, festivali i këngës. Ka qenë shumë festivali mirë, e them ka qenë, fatkeqësisht sepse nga pandemia u shkëputëm 1-2 vjet, edhe shpresojmë ta rikthejmë, do ta bëjmë të pamundurën ta rikthejmë. Ka qenë tamam një gëzim. Një gëzim për fëmijët, për nënat, për neve si organizator, sepse ndoshta 2 festivale ose 3 në shqiptari bëhen të kënduarit live, drejt për drejt. Është festivali i Shkodrës, pastaj është bërë edhe festivali jonë. I kena marrë këngët, i kemi orkestru bashkë me profesionist, edhe fëmijët kanë orë 1 muaj ditë kanë bajt prova, duke këndu gjallë. Edhe në fund janë vlerësu me çmime të ndryshme, fituesit e festivaleve tonë, Gëzimi Ynë ka marrë pjesë në Gjilan, kanë marrë pjesë në Kumanov, duke se Flutra ka qenë festivali, nuk e mbaj mend mirë. Po për shkak të pandemisë e ndaluam, se ishte për shkak veç me fëmijë, edhe shpresoj që t'ja arrisim prapë. E kemi pak problem festivali Gëzimi Ynë, sepse ka qenë me këngë jo origjinale. Presheva është një vend i vogël, për ta bërë një këngë mund të ndoshta një familje 2-3, po nuk mund të 20 familje me shku me punu me një tekst shkrues, me një kompozitor, me një orkestrues. Dhe ne, atë njerëzit që e kanë themelu këtë festival, e kanë mendu, marrim këngë të fëmijëve, i orkestrojmë edhe një herë, edhe fëmijët e tanë këndojnë. Kjo ka qenë shumë e mirë, po me pas mundësi, me pas me këngë origjinal, natyrisht do të ishte edhe më bukur. Më tregoj se cili festival ju ka emocionuar më së shumti deri më tani? Të gjitha festivalet janë të mrekullueshme, të gjitha kanë veçoritë e veta, kanë emocionet e veta, publiku është i veçantë në secilin festival, publiku i Dibrës është shumë i mirë, publiku i Mitrovicës po ashtu, Suhareka, organizator fantazi, pastaj ku kemi qenë për festivalet ndryshme, Gjirokastra, është dashni veti, do të thonë Tetova si vjet, Kumanova, i kemi pas 6 festivale, shtatorin edhe fillimit tetorit, kemi qenë gjithka në për Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën, edhe që tash së fundmi e kemi edhe Mojsion, që këtë vit do të mbahet në Prishtinë. Viti i parë ka qenë teatër të shqiptarët në Shkup. E mbaj mend, po, kur na ka ftu Adem Karaga dhe ka thonë që i kam 12 shfaqjet më të mira trojeve shqiptare. Kanë qenë 4 Maqedonisë, 4 të Kosovës, 4 të Shqipërisë. Thot, dua ta kem edhe Preshevën. Edhe ajo ka qenë emocion shumë i veçantë, sepse 3 ministri merren me secili me, domethënë, kulturën e organizimin e shfaqjeve të veta, ne jemi jashtë kësaj pune. Po e di që teatri shqiptar na ka marrë, edhe kjo dashni e këtyne ka vazhdu edhe na për festivale tjera që është mbajt në Tiranë, edhe këtë vit po mbahet në Prishtinë, edhe Prishtina na ka ftu. Shumë bukur, emocionuese kjo gjë. Të dalim tash pak, të flasim pak për juve. Më trego se si është të jesh grua, të qenit grua dhe të jesh pjesë e skenës teatrale të shqiptarëve. Kënaqësi e madhe, luftë shumë, një forcë në veti. Përpos asgjë nuk ishtë kur je grua, sa ishtë kur bëhesh e nënë. Po mendoj që gratë janë shumë të forta, edhe ja arrin. Besoj që ka pas, do me thonë, edhe njerëz që mendojnë që gratë nuk din
me bo këtë punë, ose atë nuk ja arrin. Hajtë se dirsa të martohet kjo mirët me këtë punë, hajtë se dirsa ta bojë një fëmijë, pastaj e le. Do të thonë dhe të gjitha këto gjërat sikur të shtynë. Po kur e do një punë besoj që ja arrin. Është profesion, shkolla t'jep një zanat. Është një profesion si ditë tjerat, po nga njerë kur lodhna shumë pse që kishë thomë o zot, pse s'kom shku me kry ekonominë. Kisha hime një zyre, kisha punu veç në kompjuter. Kjo puna jonë, si e medjave, si, do të thonë, është një punë kolektive. Po, edhe është aktive. Edhe është aktive tërkohën, është diçka emocionuse, diçka e qallë që çdo ditë duhesh me dhonë prej vetës. Krejt sytë jonë ka ti, se ti, do me thonë, unë flasë për vetën, edhe për realizatorë që jona për studio, krejt shofin ty, dhe ti duhesh më koordinu edhe me skenografin, edhe me kostumografin, edhe me ndriçusin, edhe me tonistin, po i mora krejt gjinis mashkullore dhe është të pengu shumë keq, do me thonë, unë e kur pendi vetën. Se unë e kom skenografin, do me thonë, preshe, po kostumografja është femër, ndërsa tonisti, ndriçusi, pastaj rekvisideri, ndimsja, aktorët, krejt i kanë sytë të te. Kur t'hesh aty dush milion kitë problemet që a i ki. Se një gru e ka, dhe më thonë, një bagazh shumë të madhë mbrapa. Në qofë se unë vim punë, i koment, dhe më thonë, edhe të puna, edhe të fëmija. A kanë hongër, a e kanë ndru orarin, a jonë vesh, a kanë marrë bukë me veti. Dhe më thonë, Ambrenën, Ambrenën, po. Nga njerë, e loni pauzë, sa jemi të mbajt prova, qatë pauzë, ndoshta aktorët dalin pinë kafe, ose lexojnë thjesht, a unë vrap dhe të shkolla, me qënjonin, me ma njerin. Dhe me thonë këto, beso që veç gratë mujtë me arrit. Definitivisht, të pajtohem plotësisht. Se që ta shtu full, u lodha. Këto veç një gru e bojnë, po, veç gratë e bojnë. Definitivisht është shumë e vërtet, sepse është një barë shumë e madhe, por që nuk e kuptojnë asë si gjinia mashkullore. Një ditë po t'jallir gjitha këto obligimet, por një ditë do të dorëzohet. Dorëzohen, dhe thot më njerë, kjo është puna jote. Ose pse së më tha, do më thonë, du është tërkon, mi thonë diçka, se po mendoj që jemi krijes që Zoti na ka kriju, misioni jonë i parë, unë mendoj, jom shumë feministe, jom për më shkollu, do me thonë, këtë shekull është marre, më folë kjo temë, shkollimi ose punësimi i grave dhe vajzave, po mendoj që misioni jonë i parë, si femër, si grua, është të lindësh fëmijë. Do me thonë, unë mendoj që jam shumë e përmbushur që i kam 2 fëmijë dhe çdo natë bi me fletë dhe thonë faleminderit Zotit që mi ka thonë dhe çdo mëngjes që i thonë të lutna miruj. Dhe me thonë është diçka në qoftë se ka të përbashkët parajsa me këtë botën këtu mendoj që është dashuria nënës ndaj fëmijës edhe fëmijës ndaj nënës. Sado që mundohesh një javë mujtësh me folë për dashurinë mes këtyre 2 qenjeve nuk arrin me spjegu. Dhe më thonë, unë mendoj që është një dashuri hynore. Që ndjehet dhe nuk spjegohet. Është diçka që të vjen. E tregon ndjenjën tënde, e spjegon edhe sërisht nuk arrin në atë nivel që ti jetë. Dhe kjo është, mendoj që kjo dashuri është e njëjtë si me parajsë. Më trego se cili është mesazhi që ti e përcjell nëpërmjet punës tënde që e bën? Thash është misioni që kemi marrë. Është një risk i madh atëherë kur kam fillu regjin, edhe kur jemi marrë me aktrim, mendoj që ndonjëherë nëpërmjet teatrit thuhen shumë gjëra. Unë kisha pas qef që çdo kush së paku një herë të shkel në atë tempull të kulturës dhe pastaj të tërheq vetë. Po është problemi të na mi shty njerëzit me shkudin teatr. Se po e provove një herë, dhe me thonë nuk po flasë për një përqindje që vinë
non-stop kanë ardhë. Po të rritë, që e shoh që pak, do me thonë, ma shumë kanë qef në për lokale me shku, me pi një kafe, se sa me arë në teatr. Çdo vepër që vehet aty ka një mesazh. Edhe ajo komedia që të bën për qesh, kur të shkojsh në shtëpi, kur ta analizojsh, edhe ajo komedi ka mesazh. Definitivisht. Edhe ajo tragjedi kur të vehet, ndoshta aty ke me qajt, kur ta shifsh. Po kur të shkojsh në shtëpi, tu e analizu, kur ta kthejsh, ndoshta ka një element që të bën me qesh. Dhe thonë është ushqim shpirtëror dhe na mendojmë që nëpërmjet këtij artit i ushqejmë njerëzit, i ushqejmë shpirtërisht. Definitivisht, më trego për përfundim, cilat janë planet e tua për të ardhmen? Çka presim nga ty? Vitin që shkoj e realizova shfaqjen një dorëzim në Spokan, një autorit shumë të mirë anglez, një komedi e zezë, që fillimisht e morëm pak si, nuk e dija do ta pranonte publiku, sepse normalisht shfaqjet, sa do që ti bën shfaqjet mira, ne i bëjmë për publikut tonë. Natyrisht. Sepse ata vimet po. Dhe me atë shfaqje kaluam shumë mirë. E hapëm festivalin në Preshev, morëm 2 çmime dhe këtë vit, do me thonë, 6 festivale edhe që tash i shtati dhe unë dam shumë të kënaqur. Edhe publiku, edhe kudo që kemi marrë pjesë, edhe aktorët, edhe, do me thonë, komplet stafi teknik. Sepse kam një staf shumë të mirë në teatr. Dhe tash kemi fillu pra po të njëjtit autor, Vetmi në Perëndim, që thash edhe më herët që unë jam shumë popullor që me thonë shumë jam zorë, sepse nuk kom aktor shumë, nuk kom ansambël të madh. Dhe lexova prapë më ra në dorë një tekst Vetmi në Perëndim me 3 personazhe dhe një personazh femër. Kemi fillu me punu, po ecën mirë, provat e leximit, kam fillu me mësu, se sfida ma e madhe është kur ta mësojnë tekstin. Do me thonë, kur ta mësojnë tekstin, ata thonë, o zot, u kry shfaqja. Edhe kemi pak ca renovime në teatr, atje, në Shtëpitë Kulturës, shpresoj t'i kryjmë sa ma shpejt, dhe të mund të organizojmë këtë vit festivalin, ditët e komedisë shqiptare, ta hapim nesi një koqir, edhe pastaj vitin tjetër dash zoti ta bëjmë edhe një shfaqje për fëmijë. Atëherë, mua as më ngelet gjë tjetër, po t'ju uroj suksese dhe shpresoj që gjithë këto plane të realizohen pikërisht ashtu qysh edhe ju keni dëshirë. Faleminderit shumë, unë u ndjeva shumë mirë. Edhe uroj që edhe juve t'ju ecë mbar, po edhe neve shpresoj të shkoj çdo gjë mirë. Edhe unë po shpresoj dhe shpresoj që të takohemi sërish për të biseduar ose për të paralajmëruar që do mbahen shfaqjet ose për të biseduar se si ka kaluar festivali. Në shumë si do të vi, por që unë publikisht ja u bëj ftesën që të vini si televizion edhe në festivalin tonë, po edhe në premiera, jeni të mirë se ardhur gjithmonë. Faleminderit shumë, me kënaqësi më të madhe, me të vërtet ishte kënaqësi e madhe që të kisha të ftuar. Unë e shijova shumë bisedën dhe me të vërtet jeni shumë relaksuese. Për mua ishit, po besoj që edhe publiku e ka shijuar këtë bisedë, sepse për mua nuk do ta ndalnim as pak, do të vazhdonim edhe 1-2 orë të tjera të bisedonim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe një herë Fejda. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës, neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish në studio.